Pas hyrjes së Xhenetës reagon edhe motra e Gjestit e bën veprimin e papritur ndaj Eglit. Egli Taku pak orë më parë ka bërë reagimin e saj në lidhje me qëndrimin në Big Brother VIP Albania, duke treguar në detaje dhe në fund i uroi fitoren Gjestit. Andaj dhe motra Blerina nuk ka kursyer mbështetjen për Eglin, teksa ajo ka publikuar një story ku dëgjohet kënga e Eglit dhe mbi shkrimin e saj "Zë i nivelit magjepsës". Kujtojmë se edhe kur erdhi Blerina, surprizë për të vëllain, e falenderoi nga zemra Eglin për sjelljen e dashurinë që ia dhuroi Gjestit në atë kohë, teksa në një intervistë pas surprizës tha se e shihte Gjestin në lidhje me Eglin dhe se do e mirëpriste si kudan. Mirë po gjërat nuk ndodhen kështu dhe pas daljes se Egli ka dhënë pikat mbi i në fund, ajo ka thënë se me Gjestin ka kaluar një kohë të mirë, por e vërteta është se edhe ai i ka dhënë indicie që ka një pëlqim ndaj saj dhe për këtë nuk është dhënë kurrë në prajm. Ajo tha se pasi ka parë gjërat më ftohtë jashtë, ka vendosur që të mos e takojë më Gjestin asnjëherë për të tilla mohabete, duke i mbyllur edhe një herë mirë këtë kapitull. Megjithatë tha se ajo vazhdon ta komplimentojnë për lojën e tij. Ndërkaq me një herë pas postimit të Eglit, ka hyrë edhe Xheneta Fetahu, ishte dashur e Gjestit brenda shtëpisë së Big Brother VIP, ku banorët nuk kishin të drejtë të reagonin. Motra e Gjestit Blerina ka reaguar me ironi tërmes rrjeteve sociale, ku shkruajti për Xhenetën, kur thonë që s'di të lidh dy fjalë, nuk di të flasë, flasin të gjithë këta që sot janë jashtë. Pa folur për mbretin nuk bëhet, se për vete nuk kanë se çka me fol ose kujt me interesu, shkruajti ajo, teksa në një postim tjetër shtonte: kush po fol e kush do me marr famë me emrin e tjetrit, në pamundësi që të bëj emrin e vet. Ishte thumbi me Xhenetën, teksa edhe Gjesti brenda shtëpisë u pa ta ironizonte bashkë me Rozanën dhe Laertin, teksa Xheneta hodhi fjalë gjithë kohës kundra tij.